12 vota më shumë se sa Partia Demokratike në këtë zonë që tradicionalisht duhet thënë Ola është e njohur si bastioni mbështetës i Partisë Demokratike. Rezultatet janë Partia Socialiste me 7.802 vota dhe Partia Demokratike me 5.870 vota. Kanë qenë gjithsej 49 qendra votimi dhe pjesëmarrja këtë vit ka qenë 14.637, ku që në krahasim me vitin 2021 janë 2.592 më pak votues. Në 2021 kanë votuar në Devol 17.229. Me këto rezultate, Partia Socialiste me 7.425, Partia Demokratike me 7.619, pra 194 vota më shumë, dhe ndërkohë që LSI ka pasur 1.218 dhe PSD 71. Ola, grupet e numërimit sapo kanë mbaruar procedurën dhe tashmë do të rihiqen për një pushim dhe më pas do të rikthehen për numërimin e kandidatëve. Dua të theksoj faktin që në qarkun e Korçës janë 3 bashki të cilat kanë mbaruar numërimin, ndërkohë që janë edhe 3 bashki të tjera të cilat po vazhdojnë procesin e numërimit, Bashkia e Pogradecit, e Maligjit, gjithashtu Bashkia e Korçës, tek e cila janë 2 këzaza. Faleminderit Lori për hollësitë e përcjella në studio. Devoli i fituar nga të majtët.